Katër ndeshje vendimtare do të luhen sot në fazën play-off të UEFA Champions League, ku do të përcaktonte skuadrat që do të vazhdojnë rrugëtimin në turnen më prestigjioz për klube. Në Madrid, Atletico pret Belgjit e Club Brugge pas barazimit spektakolar 3-3 në sfidën e parë. Kualifikimi mbetet plotësisht i hapur dhe prit një duel i fortë me spanjollët që nisën si favorit, por me Brugge që ka treguar se ditë të vendos në vështirësi ekipet kundërshtare. Sfida e madhe në Milano, ku Inter përballet me Norvegjez dhe Bodo Glimt. Skuadra skandinave fitoi 3-1 në ndeshjen e parë, por në San Siro i pret një përballje shumë e vështirë. Inter është në formë shumë të mirë dhe synon përmbysjen përpara tifozëve të vet, në një ndeshje që pritet të jetë e luftuar deri në fund. Në Gjermani, Bayer Leverkusen pret grekët e Olympiakos. Gjermanët fituan 2-0 në ndeshjen e parë dhe pritet ta kenë këtë sfidë si formalitet. Ndërkohë përballja me Newcastle dhe Karabakh duket formale. Anglezët kanë fituar 6-1 në sfidën e parë dhe kanë hipotekuar kualifikimin, duke kthyer sfidën e sotme në një procedurë për të mbyllur pa surpriza.